Vllaznia në volejboll për meshkuj ka arritur një tjetër sukses duke mposhtur Erzenin me rezultatin 3-1 në ndeshjen e zhvilluar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, ku që blut fituan 3 sete në shifrat 25-15, 25-22 dhe 25-19, kundrejt Erzenit që u mbyll 23-25. Pas fitores së 4 rallazi, trajneri i vllaznisë në volejboll për meshkuj Artan Kalaja ishte i kënaqur me skuadrën e tij, teksa tha se ekipi që ai drejton ka rritje. Nuk ishte ndeshje krete thjesht. Erzeni është një skuadër që ka vite që jeptonin kampionatit shqiptar. Gjithsesi ne u treguam më saktë dhe fituame. Seti i parë na bani për më menu që nuk është e lehtë për me fitu nga një skuadër si Erzeni, e cila është gjithmonë e përgatitur, por ne treguam forcë dhe arritëm të fitojmë. Na kënaq, po mu nuk më kënaqin luhatjet që kemi, shpeshherë kemi ulje ngritje, duhet jemi më stabil në ecurinë tonë. Gjithsesi në kampionati sapo ka fillu, është i gjatë, rruga është e gjatë, por si shtojnë fillimi i marrë është gjysa punës, gjithsesi ne do të tentojmë që në stërvitjet tona të përmirësohemi për ditë më tepër. Ndërkohë kapiteni i vllaznisë në volejboll për meshkuj Nikolin Qafarena, i cili ishte më i miri në fitoren 3-1 ndaj Erzenit, tha se kuqeblut janë për titull. Ishte një ndeshje e rëndësishme veçantë, sepse ishte një ndeshje me rival direkt për fazën e futjes në kuadrëshe. Besoj që në fazën e parë është arrit si objektiv futja në kuadrëshe, ndoshta erdhi më shpejt se sa e kishim menduar në fillim kampionatit, por besoj se kena bërë më mirë të 4 ndeshjet e para. Pse ja? Ama ndoshta është herët me fol për titull kampion, por shpresoj të jena në rrugën e duhur. Kena bërë një fillim bukur, shpresoj që të vazhdojmë ndeshjet në vazhdim me këta rezultate. Edhe presidenti Aleksandër Leqejza tha se janë në rrugë të mbar, duke qenë se vllaznia në volejboll për meshkuj kryeson kampionatin me 4 fitore rallazi. Me të vërtetë skuadra po jep sinjale që do jetë tjetër edhe në vazhdim. Jo vetëm me këtë që ka dhënë deri tash. Pasi ndryshimi është i dukshëm dhe dëshira e dimve shtohet çdo ditë më tepër. Jo vetëm nga rezultatet, në flas për kushtet e përgjithshme. Mendoj që është rikthimi i dëshirës për fitore. Dhe unë këtë e vrej në mas, pa dallim moshet, si të rit ashtu edhe të mbledhit, si dhe një gjë që ndoshta vlen për të përmend, shkrimin me ekipin ton edhe të 2 lojtarëve të sapo ardhen, them këtë sepse me të vërtetë ata kanë shumë pak që kanë ardhur dhe përshtatja me ekipin është që të jep shumë shpresë. Me këtë fitore, vllaznia konfirmon formën e mirë dhe synon të qëndrojë në krye të rënditjes.